ishte? Du të mu taku herë me deputet e me këshyrë, me bo dertë. Po pse insistoni me parashiku sanet, ati me ditë për para jo. Jemi të interesuar nëse po bëhet qeveria e re apo jo. Qeveria s'ma merr menja, po kuvendin është dashur me konstituve sej. Sa po duhet që s'bëhet qeveria? Po bëhet e opozicë. Na i kemë qëndrimet tona qarta për një qeverisje të opozitës. A keni biseduar me nismen, a janë edhe ata pro? E ja, vallaj, s'kom bisedu me ta, se o tu ju dheq bisedime dikush tjetër. Po një kom qëndrimet e mija, më jemi u folë për veti. Zotri Berisha. Ka votu kandidatin propozum për kryetar të kuvendit nga Vetëvendosja. Po te bëjmë derë tjerë me kolegeve, te këshyre pak. A s'keni folë deri sot? Po jem konë për shemër, valla, s'kom mundu. Po, nesër. Nesër besoj ka i dijet, bre? Zotri Berisha ka boshur fjalë që Nisma, partneri juaj i koalicionit, mbase do bashkëpunoj me Lëvizjen Vetëvendosje. Ju personalisht me që po flesni vetëm në emrin e ju, si do e kishit pritur këtë? Unë e koalicionin me Nismen kom besu që do t'jeti frytshëm edhe kom besu në ato fjalë që i kemi folë që dojmë me bo një qeverisje të opozitës edhe me këthy përsmari Kosovën. Edhe kom besu fuqishëm. Unë tash nuk muj me folë për ta. Në është ta është thy, po të shojmë njerë. Nuk muj me folë para kohë. Çka nëse voton Nisma? Po e qka me bo burë tash, hajde. Ta që kam u bo për